qenë bardhëdhera biodiversiteti shumë të mëdha dhe nga dita në ditë ai po degradon, kështu që në rast se nuk bëhet gjë për ta mbrojtur dhe atëherë shumë shpejt ai do të degradojë, mund të kthehet në një moçal për shkak të rritjes së ndotjes dhe problemeve që ka liqeni.